Pjesëmarrës ka mbi 100 vetura, edhe është diçka shumë bukur që po bëhet. Besoj që të gjithë pjesëmarrësit edhe qytetarët e Prizrenit edhe mysafirët nga gjitha vendet që kanë ardhur me vizitu Prizrenin kanë pa diçka ndryshe këtë ditë. Është e rëndësishme se këto janë muze në rrota. Na kemi edhe shtëpia të vjetra që duhet mirujt edhe ambiente të ndryshme të vjetra, po këto janë muze në vetura që shumica e kereve kanë vlera edhe materiale, po kanë edhe vlerë të trashëgimisë që kanë trashëguar pi prindve, prej familjes. Edhe kjo thjesht edhe tregon një kulturë të shtetit tonë, të antarëve tonë, që i ruajnë këto me entuziazëm këto vetura klasike. Po, si vjet e kemi pas në organizim edhe veturën e Bekim Femiut, që e ka ble Indjeri Bekim Femiu 00 të re, edhe ajo është për momentin këtu në Prizren, edhe po besoj që shumë afër do kemi bashkëpunim me komunën ose me ministrin që na jemi të interesuar si klub për me bo restaurimin e asaj veturës, që ajo vetura është me vlerë se ka një histori si Bekim Femiu edhe vetura e tij. Po ashtu vlen të ceket që sot kemi këtu edhe një veturë nga Shqipëria që ka qenë të regjimit të kaluar të Shqipërisë, të Enver Hoxhës, një makinë e vjetër që është shumë e rrallë, prodhim kinez, një veturë presidencial. Do me thonë, vetura ka shumë vetura të bukura të panumërta.